në InfoKlab si çdo mëngjes tjetër me kolegen Adelina Onuzi. Mirëmëngjes Adelina, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Viola, mirë se dëgjej. Faleminderit edhe për ty dhe për të gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente. Në fakt informacionet e mëngjesit janë gjithmonë ata më interesante që na bëjnë të mendojmë dhe të vazhdojmë të diskutojmë edhe më kurioze të mbase. Megjithatë, ditën e sotme do të flasim për shumë vende të ndryshme, do të flasim edhe për vende që duan apo s'duan janë bërë pjesë e luksit tashmë me anë të asaj çka përfaqësojnë edhe çfarë tregojnë her pas here. Megjithatë, mua më bëri shumë përshtypje një vend i vogël, por me shije të mëdha luksi. Bëhet fjalë të cilit fituam po shohim. Eksakt. Bëhet fjalë për Andorrën që ka arritur të ketë tashmë një shije luksi të veçantë, pavarësisht të gjitha sfidave që po thonin pak më parë nga ana sportive edhe nga ndeshja me Shqipërinë. Megjithatë, e dim fare mirë për të gjithë ato çka përfaqëson, ndodhet midis Spanjës dhe Francës me vetëm 81.000 banor. Her pas here mund diskutojmë që mungesa e banorëve të shumë mund të shkaktojë problematika për krahun e punës apo për gjithçka tjetër, për ekonominë dhe gjithçka që lidhet me të, por megjithatë, në këtë rast duket se e ka ndihmuar për të zhvilluar më së shumti turizmin, e ka ndihmuar edhe fakti që taksat janë goxha të ulta, edhe njerëzit kanë mundësi të zhvillohen edhe më shumë. Kështu që rrjedhimisht kanë edhe disa para të mbetura për luksin, kështu që edhe në këtë rast do të flasim për makinat e shtrenjta që ata kanë filluar të kenë shumë për zemër dhe të kenë pjesë të tyre. Bëhet fjalë për Porsche 911 që është një mrekulli në pjesën automobilistike dhe shumë e dashur për çdo që është i apasionuar pas makinave dhe dëshiron të bëjë këto ndryshimet, por është pikërisht ky vend që përpos dëshirës që mund të ketë ka arritur edhe të zotërojë më së shumti në këtë aspekt edhe në këtë rast, kështu që prandaj doja të flisnim e të ndaleshim konkretisht. Nëse ndalojmë tek sa njësi janë shitur konkretisht, në vitin 2024 Porsche 911 ishte makina më e shitur në të gjithë vendin. Pra janë të shumtë ata të pasurit që kanë arritur ta blejnë me një rekord unik në të gjithë botën, duke bërë diferencën edhe duke u përmendur në këtë formë. U shitën 83 njësi të këtij modeli, më shumë se sa çdo makinë tjetër në të gjithë vendin. Edhe makinat pasuese janë makina që njihen edhe kushtojnë goxha shumë në këtë rast, por megjithatë kjo ka bërë shumë përshtypje. Ne mund të kemi përmendur për shembull Dubain që ka një luks të shfrenuar sa i përket makinave dhe bën diferencën edhe në këtë rast, madje edhe makinat e policisë janë aq luksoze sa nuk ta merr mendja, por megjithatë kur flasim për këtë shifër rekord, qëndron Andorra si një nga vendet që ka bërë diferencën krahasuar sërish edhe me numrin e njerëzve dhe të popullsisë që ka. Mua më bëri përshtypje, ndaj doja ta ndaja patjetër me secilin prej nesh, se nuk e di pse po nuk do më vinte në mendje si vendi i parë në këtë rast si një luks i shfrenuar sa i përket makinave. Por që duket tepër interesante dhe ndërkohë nga ana tjetër edhe ne shqiptarët nuk do jemi më kaq të paragjykuar, po themi në sytë të huajve që flasin pikërisht për një vend të vogël që nga njëra anë ka probleme ekonomike, por ka një luks të shfrenuar tek automjetet. Tani kemi Andorrën, e cila duket se të paktën sa i përket automjeteve që qytetarët e saj kanë, tregon makina luksi, tregon makina të shtrenjta, të cilat dhe duket vërtet e habitshme për një vend kaq të vogël. Megjithatë interesante. Dhe vetë fakti ne përmendim siç po thonim që SBA për shembull është një nga vendet që të bjen në mendje kur flitet për gjëra të shtrenjta, kur flitet për risitë që mund të ketë edhe për shkak të popullsisë dhe gjithë zhvillimeve që kanë qenë, por megjithatë ka një kontrast me SBA-n këtu. Edhe pse në SBA janë shitur më shumë në shifrat, pra konkretisht 14.000 të kësaj lloj makine, sërish nuk hyn në top 25 makinat më të shitura. Pra është në raport me qytetarët dhe banorët që ka një vend. Nuk mund të konkurrojnë duke thënë ne kemi shitur më shumë makina të tilla, por aq kohë sa në raport me banorët edhe në raportet me makinat e tjera nuk qëndron në krye, kështu që ja e mori një vend të parë edhe në këtë rast këtë mëngjes një fundjavë kështu të gjatë, duhet thënë. Dhe do shkojmë tani tek një lajm tjetër tepër interesant, tepër i dobishëm, i cili ndoshta në vitet e mëvonshme mund të jetë një prej zgjidhjeve më të mira dhe më efikase për ndryshimet klimatike dhe për krizën klimatike e ngrohjen globale që është diskutuar her pas here. Kanë qenë pikërisht inxhinierët në Universitetin Purdue në Indiana, të cilët kanë zhvilluar një bojë ultra të bardhë që përmban grimcat të sulfatit të bariumit dhe që arrin të reflektojë deri në 98.1% të dritës së diellit. Për krahasim dhe për ta kuptuar pse është kaq efikase, bojat e bardha të zakonshme që përdoren pikërisht për të reflektuar dritën kanë një reflektueshmëri prej vetëm 80 deri në 90% maksimumi. Ndërkohë këtu kemi një 8% më shumë kur reflektohet pikërisht kjo
dritë në këtë bojë të bardhë. Është një zbulim i cili konsiderohet një ndryshim i madh për të ndihmuar në uljen e temperaturave globale, veçanërisht në qytete dhe për të reduktuar një herazi ndjeshëm përdorimin e energjisë elektrike, duke paksuar nevojën për kondicioner që konsumojnë shumë energji. Pra nuk është thjesht zbulimi i një boje të bardhë, por zbulimi i një zgjidhjeje për gjitha problemet që ne kemi aktualisht. Përbën një përmirësim të ndjeshëm, krahasuar me versionin e mëparshëm të zhvilluar po në të njëjtin universitet që me sa duket nuk i ndashka ngjyrës së bardhë në nuanca të tjera dhe përdorte grimcat të karbonatit të kalciumit dhe kishte një reflektueshmëri prej 95.5%. Boja e re me sulfat, pra boja për të cilën jemi duke folur, thith më pak se gjysma e energjisë diellore në krahasim me versionin e vjetër. Kemi një zhvillim mjaft efikas, mjaft të rëndësishëm dhe le të themi që po shkojmë drejt zgjedhjeve të zgjidhjeve për probleme që ndoshta në një farë mënyre vetë njerëzit, po flasim industritë e mëdha, i kanë shkaktuar her pas here duke ndikuar kështu rrjedhimisht në cilësinë e jetës së gjithë secilit. Ne jemi koshient lidhur me atë se çfarë është duke ndodhur pikërisht për shkak të ndryshimeve klimatike. Spanjën e kemi parë të jetë duke përjetuar thatësirat më të mëdha ndonjëherë, nëse flasim për verën e kaluar, gjë që ka ndikuar tek prodhimi, tek industritë kryesore të cilat mbajnë ekonominë e vendit dhe po e njëjta gjë është duke ndodhur në fakt edhe me vende të tjera, kështu që ka ardhur patjetër koha që të shkojmë drejt zgjidhjeve të tilla, sikurse mund të jetë edhe krijimi dhe zbulimi i kësaj boje të bardhë me një efikasitet tepër të lartë. Shumë interesant në fakt si lajm edhe na bën edhe sërish të reflektojmë dhe të kuptojmë pak më shumë për të gjithë situatën, po ndërkohë do kalojmë te diçka tjetër që mbetet gjithashtu shumë e rëndësishme. Aktiviteti fizik e dim fare mirë se çfarë rëndësie ka për gjithë secilin prej nesh, na bën të kuptojmë edhe të mendojmë se sa shëndet do kemi në vazhdimsi edhe sa të kujdesshëm do të jemi në vazhdim, megjithatë mbetemi sërish në shifra alarmante në sensin që ka shumë vende që janë të kufizuara në aktivitetin fizik, megjithatë ekspertët në këtë rast arrin të bëjnë disa konkretizime të tyre për treguar më së shumti se si ndikon, çfarë ndryshon, sa do ishte ajo koha ideale. Mbase për disa mund të jetë mirë të kemi të paktën 1 orë aktivitet fizik në ditë, por ndërkohë, sipas studiuesve rekomandohet të paktën 2.5 orë aktivitet i moderuar ose 1.25 orë aktivitet intensiv çdo javë. Kjo të paktën sipas organizatës botërore të shëndetësisë që bën një thirrje për të qenë sa më aktiv sa i përket pjesës së shëndetit dhe për të kujdesur më shumë. Por doja të ndaleshim tek disa nga vendet që e bëjnë diferencën në këtë rast dhe jo nga ana pozitive. Do të flasim për disa nga vendet që mbajnë përqindjen më të lartë në mungesën e aktivitetit, në fakt në një aktivitet fizik të pamjaftueshëm që ka bërë diferencën. Së pari qëndrojnë Emiratet e Bashkuara Arabe me 66%, më pas Kuvaiti me 63%, Kuba me 61%, Libani qëndron i radhës me 54%, vendin e 5 e mban Korea e Jugut me 58%, në vendin e 6 Panamaja me 58%, Katari gjithashtu me 54%, Iraku me 52%, Portugalia me 52% gjithashtu dhe Arabia Saudite me 52%. Kjo është një formë në fakt për të thirrur dhe për të bërë alarm në fakt maksimalisht për të qenë sa më të lidhur me aktivitetin fizik, sepse në fund të ditës po i bëjmë një të mirë vetes nëse kujdesemi dhe merremi me to. Kështu që ju që u informuat lidhur me trafikun vetëm pak minuta më herët dhe që pat që zona juaj dhe rruga nga e cila do duhet kaloni çdo ditë me automjet ishte e ngarkuar, mund ta shfrytëzoni mëngjesin e sotëm për ta bërë këtë rrugë në këmbë edhe për të mos u bërë për tac, sepse është mirë të jemi të kujdesshëm për shëndetin tonë.